Bletaria është sektori bujqësisë që përveç prodhimit të mjaltit nënkupton apo përkufizon faktorë tjerë të rëndësishëm, sikur biodiversiteti, mirëqenia sociale dhe shumë veçori tjera. Menaxhimi, përkujdesja e duhur për shtatur realizimit të punëve herë më shumë e herë më pak, varësisht me stinën, definon rrugën e suksesit në bletishte për prodhim të duhur dhe cilësore të mjaltit. Dhe jo vetëm prodhimi, bletari i vyeshëm duhet t'i përmbush detyrat për caktim të kohës së vjedhjes së mjaltit, paketimit higienik në rrafsh të realizimit të standardeve për pastërti dhe ruajtje të vlerave ushqyese. Përveç mjaltit, bleta me punën e saj finalizon edhe prodhime tjera të vlefshme për natyrën dhe njeriu. Në këtë kronik do të shpalosin pjesë për rritjen e bletës, faktorë që godasin shëndetin e bletës dhe në fund vjedhja, ruajtja dhe paketimi i mjaltit. Einsteini ka thonë që nëse zhduket bleta për 4 vite, bota është rrezikume. Për arsye se me zhdukjen e bletës zvoglohet polinizimi i bimëve edhe i gjitha bimëve në përgjithësi, edhe është i mbarur 80% nga bleta. Kështu që prodhimet bujqësore zvoglohen në atë mas madhe që bota është rrezikume për ushqim. Bletaria është rrezikume edhe nga ndotjet të ndryshme të ambientit, spërkatjet që bëhen në bujqësi, sidomos në lavërtari edhe në pëmtari, ku bëhen me insekticide, fungicide, të cilat ndikojnë negativisht në bletën, rrezikojnë edhe bletën, por kuptohet që edhe sektorë tjerë janë të mbarën pej prodhimit tyre, po mirë po nëse sektorët tjerë janë të, si me thonë, ma shumë përgjegjshëm, ka mundësi që spërkatjet edhe këto aktivitetet e kryhen para përfundimit të ditës, diku ka ora 5 me fillua, edhe deri në mbrëmje, ku edhe efikasiteti i atyne trajtimeve është ma i madh, kështu që ndihmon edhe sektorin e bletarisë. Bleta, insekti më i rëndësishëm me vlerë të paqëmuar për natyrën dhe jetën e njerëzit, ku pate bujqësia, ekosistemet dhe madje edhe dieta jonë do të humbin kuptimin që e kanë. Ka mundësi bleta mos me mujt me volos gjithë sipërfaqen, për arsye se nuk ka pas furnizim, nuk ka pas nektar sa duhet, edhe ka mbet i pa volosur. Po pjesa dërmuese e volosur. Po kjo pjesë për mu vërtetu që e ka përgadit bleta edhe është për vjelje, mundet mu këthy në këtë pozit, apo edhe pak me shkun, nëse nuk pik, atëherë mundem me kuptu që lirisht mundem me vjel. Edhe përsi nuk është volos, nuk ka mujt këtë hojet me mbuluë me nektar, edhe ka mete pa volosne. Po do me thonë, është i pjekur edhe kë. Dhe qani ka rrypin e gështenjes që prej fshatit Strellës vazhdon për deçan në fshatrat e Vokshit
vazhdon ka Uniku edhe gjerën trepoj. Tani shkohet në depon e mjaltit, apo në dhomën e mjaltit, ku bëhet vjelja e tij. Do ta shohim në depo formën, mënyrën se si bëhet vjelja e mjaltit. Atëherë fillojmë me procesin e zbulosjes të hojeve të cilat i ka mbyll bleta, i ka përgatit për ushqim përdimer apo ushqim afatgjat. Procesi i mbylljes bëhet zakonisht, siç e thamë edhe më herët, kur lagështia e nektarit largohet në 18%. Mas miri është, ma e sigurta është kur lagështia është dikun 16%. Ajo është mjaltë e sigurt që nuk ka mundësi prishje apo tharje. Kjo është centrifugë 6 rençe, centrifugë kasetore, e cila në mënyrë automatike e kryen procesin e vjeljes mjaltit dhe e bën shumë më të lehtë për bletarin punën. Kështu që faktikisht gjatë procesit të vjeljes së mjaltit, unë si bletar nuk kam nevojë as shumë për ndihmës. Gjitha munda me i krye, ta mundson shumë lehtë me kry procesin e vjeljes. Fillojmë me vjeljen. Pas vjeljes nga centrifuga, bëhet deponimi, sidomos në këto arkat që janë inox, për ndryshe nëse materiale tjera nuk ishin e preferume, inoxi është material i cili nuk lëshon korrozion, nuk ka ndonjë mjalti e runë cilësinë, kualitetin. Pas 15 ditësh ka mundësi mu deponuar në kavanoza, edhe atëherë është i gatshme për treg. Edhe kavanozat janë të gatshme, tani janë të gatshme për treg. Cilësia e mjaltit varet nga plotësimi i disa faktorëve. Shtrirja e kullosës, pasuria me bimësi mjalt bardhë reflekton me llojet e mjaltit. Kullosat larg mjediseve urbane bëjnë të mundur mbledhjet e mjaltit cilësor. Në cilësi ndikon edhe gjendja shëndetësore e bletës, përfshirë edhe stresin. Nuk duhet harruar edhe punët e bletarit në ruajtje të cilësisë, sikur praktikat e vjeljes, ruajtja e nivelit të lagështisë, paketimin me kavanoz qelsi e kursesin e masa plastike.